Festojnë ata që drejtojnë qytetin e Vlorës dhe e kanë lënë prej 4 ditësh pa ujë. Duke përgatitur të dëgjonin një koncert gala, nuk i lejojnë qytetarët e Vlorës të bëjnë koncert bashkia. Ata kanë 4 ditë pa ujë dhe nuk kanë vendosur të mos durojnë më për ta prishin këtë festë të bashkisë. Atëherë do të kërkuar mirëkëtimin. Që është po flet. Është drejtori Teatrit Petromarko. Në rregull. Kaluta. Edhe sotri. Kam kandidat. Por ju kujtoj vetëm një gjë, që kur na plakosi pandemia, që në një farë për në situatë e ujë, unë do të quaj një situatë jesë në kështë, sepse jetima ju, të gjithë kanë parë shqetësim dhe shpresë, për të ishte të coza, arti, që mundoheshin artistë të jetë. Dhe unë për nëse kjo është jetë, nëse, nëse kjo protest